Sot do ju tregoj se çfarë produkte shpërdorum veçanërisht kur jam në plazh, por edhe në Tiranë gjithashtu. Keni pyetur ai shumë për flokët, si mbaj flokët kaq natyral, gjatë, bukur, shëndetshëm etj. Kam shumë kohë që përdor këtë shampon e Sizzlit, që është jo vetëm për flokët, por është edhe për skalpin, është rivitalizante dhe voluminoze. Kjo shampon pëlqen shumë. Pasi i laj me këtë, në fakt të periudhë plazhi, veçanërisht përdor këtë kremin maskën, këta vendos tani se vetëm e kam larë kokën, duhet kaq pak, është një mask, në fakt që ta ushqen floku, është dhe ta zbut, ta izolon nga temperaturat e larta, dhe është një mask pa shplarje. E voilà, kaq mbarova. Shife sa i but bëhet floku me njëherë. Po edhe shampo ta lë shumë të but. Në fakt, unë jam shumë e kënaqur me këto produkte dhe kam shumë kohë që i përdor dhe kur dua të jap më shumë volum flokut, vendos këtë sprayin që është voluminoz, që është i Sizzlit. Pra, kam vetëm këto 3 produkte për flokët. Këto të dyja janë must. Tani jam gati dal, nuk do t'i thaj flokët sepse është shumë ngrohtë jashtë dhe më pëlqen dhe gjithmonë dal me flok të lagura, që nuk zjat as 7 minuta, se thahen me njerë, po shikoni që kësa të buta ja, që si kam bërë asgjë, as i kam kreur, as i kam tharë. Me fustanin e Arminës, që do ma shihni shumë shpesh veshur, se më pëlqen shumë, si një hawaiane, po dalë, qof sunsetin, ciao!